Zgjodhën ditën e mësuesit për të vizituar bibliotekën e qytetit. Këta janë nxënës të klasës së dytë në shkollën Koto Hoxhi, që në mënyrë të organizuar njihen nga afër me ambientet të këtij institucioni kulturor. Ne si fëmijë kemi mësuar për të drejtat tona. Në do flitet për argëtimin si të drejtë themelore. Prandaj edhe leximi i librit është një argëtim shumë i bukur dhe frymëzues për cilin do njeri. Libri është një kënaqësi frymëzuese. Për herë të parë në bibliotekë kam ardhur me babin. Librat e mi të parë i kam lexuar me prindërit. Më kujtojnë fjalët e librave dhe nxiten që ato më jepnin në fantazinë time. Mësuesja Mimoza Lici shprehet se është kënaqësi për të t'i udhëheqë ata drejt botës së magjishme të leximit. Kjo është vizita e parë që bëjnë si fëmijë të klasës së dytë së bashku me mësuese në bibliotekën e qytetit. Për mua si mësuese është një emocion i veçantë, që të jem udhëheqësja. Nuk e di nëse jam e para apo jo, por gjithsesi, domethënë si aktivitet i parë që bëjmë me fëmijët, kjo të jetë hera e parë që unë i udhëheq drejt rrugës së librit, drejt botës së librit. Është një botë e magjishme, është pak personale, do pak vullnet që të punohet, por është një botë që të përfshin për gjithë jetën. Mendoj se do t'i nxitim këta fëmijë me këtë frymë pozitive drejt librave, drejt botës së fantazisë, drejt ardhmes së tyre dhe mendimit më pozitiv. Në kuadër të dy festave të marsit, Biblioteka Apostol Meksi në stendat veçanta ka ekspozuar libra që flasin për rrugtimin e arsimit në Gjirokastër, por edhe botime të shkrimtarëve femra të huaja dhe shqiptare. Në ekspozit kemi pasqyruar libra të ndryshëm ku flasin për arsimin dhe për mësues shqiptar, ku kemi shkollat e para shqipe, botime për gjimnazin Asim Zeneli, për mësueset e parë si Urani Rumbo, Koto Hoxhi, Çajupi e të tjerë. Tjetër libër është Dritë që çante errësirën nga Lefter Dilo, ku flet për mësonjtoret në Gjirokastër dhe në rrethinat e Gjirokastrës. Si dy festa që qëndrojnë bashkë, nuk mund të mungonte edhe një ekspozite dedikuar femrave shkrimtare, shqiptare dhe të huaja. Ku kemi prezantuar disa libra të tyre në deg të ndryshme, poezi, romane. Para teje unë përkulem, me dëshirë, respekt të madh, është pak një tuf me lule, po të mundesha një malë. Pjesë e programit të organizimeve të Bashkisë Gjirokastër për festat e 7 marsit është bërë edhe qendra kulturore e fëmijëve Fato Berberi. Gëzuar 7 marsin titulloi aktiviteti artistik përmes të cilit fëmijët uruan mësueset dhe nënat e tyre. Ata sollën në këtë aktivitet këngë, poezi, pjesë muzikore në violinë, kitar, por edhe polifoni. Në rastin e 7 marsit, në fëmijët e QKP-s kemi përzgjedhur një koncert shumë të bukur, cili i përshkruan se sa të rëndësishëm janë mësuesit dhe nënat. Unë kam përzgjedhur një bjerë shumë të bukur, e cila përfaqëson nënën. Dhe kam për t'ua lexuar tani. E di, nëna ime të ngjaj shumë, në syt, buzë apo në hund. Ndoshta buzëqeshjen si ti e kam, ecjen, a trupin e gjatë. Po një gjë, se di me siguri, zemrën e kam si ti. Kemi mbledhur për të festuar festën e bukur të mësuesit dhe i uroj të gjithë mësuese gëzuar festën e 7 marsit dhe nënave tonë që është njeriu më i shtrenjtë në botë. Këta janë fëmijë të studios muzikore Haxhi Selfo, për mbi 2 orë në skenën e teatrit Zinisako, performuan 24 këngë, të cilat erdhën si një buqet urimesh për 2 figurat më të rëndësishme në jetë, nënës dhe mësuesit. Ishte një koncert, ne t'i uronim nënave dhe mësuesit tanë, gëzuar festën. Si kaloi koncerti sot? Shumë bukur. Çfarë këngë këndove? Ti e det o det i gjërë. Por kujt i kushtoje kjo këngë? Urova nënën time me këtë. Gëzuar 7 marsin. Ke bërë dhuratën për mësuesen tënde? Po. Po për nënën? Po, të gjitha. Kujt ja ke bërë më të bukur? Nënës. Ju uroj të gjitha nënave dhe të gjitha mësueseve gëzuar 7 marsin. Në botën e muzikës, këta fëmijë udhëhiqen nga këngëtari gjirokastrit Gentian Selfo. Si që ndodhet, ne organizuam me rastin e festave të 7-8 marsit, këtë event kaq të bukur që fëmijët i përsollën me shumë emocion,
dhe dashuri respekt për 2 festat, për 7 marsin e mësuesit dhe për 8 marsin e nënës. Fëmijët performuan me 24 këngë, të cilët gjithë kënduan këngën e tyre, pa përjashtim. Këngët qenë të përzjedhura me rastin e festave, materiale dolën shumë të bukura, i personën fëmijët me shumë emocion, ashtu siç ndodhit edhe juve.